Okej, po ta bëj pak më të qartë panoramën. Ke hyrë me bindje të plotë që do ishen finales dhe doje të fitoje. Kjo është marrë si shenjë sigurie shumë të madhe, vetë sigurie shumë të madhe nga ana jote, dhe diçka rrugës kolapsoi dhe Antoneta nuk ishte më vajza me atë vetbesim. Çfarë ndryshoi? Unë kur hyra me qëllimin që edhe fitoren. Unë do përpiqesha, do luaja për një lojë që të konkludonte me fitoren. Dhe mendoj që çdo lojtar i ndershëm dhe që e merr seriozisht lojën e bën këtë gjë. Aty gjeta një ambient shumë ndryshe nga çeprisja. Është vërtet që unë e mendoja veten të fortë, po ka disa momente që do ti ke nevojë edhe për pak mirëkuptime dhe për ndonjë fjalë të mirë, për ndonjë shoqëri deri diku që të mirë kuptoj, dhe duke qenë se unë kisha zgjedhur atë formë loje, kjo gjë edhe mungonte her pas here dhe normalisht më dobësonte. Dhe nëse në një emision tjetër ti kthehesh në shtëpi dhe aty nxjerr gjithçka që mund të kesh akumuluar, aty s'kishte asnjë moment të tillë. Ku që doj analiza që kishe bërë jashtë për lojën, para se të futeshe, me përballjen që pate live me gjithë konkurrentët brenda? Unë mendoja që aty të paktën disa lojtarë të binin, siç është ajo shpreha e famshme në shtëpi, kur bëje diçka me të vërtet negative, ose kur kishte vend. Ndërkohë aty pash që aty të sulmonin edhe kot pa arsye, për gjën më të vogël, që ti as nuk e kishe menduar me ndonjë qëllim të tillë. Dhe duhet të ruheshe nga çfarë do lloj, duhet të kishe shumë e kujdesshme edhe për veprimet që bëje, për gjithçka që thoje, sepse mund të merrej sikur ishte tendencioze. Më fal, mundem? Se kishe një pyetje tjetër. Jo, do kaluja tek Ina, por më thuaj. Jo, sepse ti the që aty pash që të sulmonin edhe pas një arsye. Ti ndërkohë ke hyrë relativisht vonë në shtëpi. Nuk e kishe parë këtë gjë që loja në atë shtëpi ishte e tillë. Pra, hyre për një fitore, por ndërkohë hyre pa përgatitur dhe informacioni që ti kishe, që normalisht duhet të kishte ndihmuar për të krijuar një strategji se si të çaje, le të themi, këtu murin, nuk të paska vlitur, sepse ti u surprizove kur hyre brenda, po thua që u surprizova, shiko, cila ishte strategjia që ti kishe menduar? Një pjesë ishte pak a shumë, le të themi, 60% të banorëve ishin të vjetër, 40% ishin të rinj. Pra, këto 40% që unë nuk e njihja. Mendoja që do të ishin pak sa më të drejtë, të kishte një lloj reagimi, ndërkohë që pash që her pas here ata zgjidhnin këtë pozicionin që thjesht mos komento, kurse është puna jote. Pra ti lojën tënde e bazoje në shpresën që ti do gjeje banor aty brenda që do ta mbështesin lojën tënde. Por nuk e dija se sa e vështirë ishte kur për një gjë për cilën disa persona ndoshta nuk janë kundra teje, thjesht zgjedhin të mos reagojnë edhe në situata që ata mendojnë që nuk është e drejtë. Për të vazhduar arsyetimin e pyetjes së Balinës,